Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se rikthimi i tij në drejtimin e Partisë Demokratike ka ardhur me qëllim shmangjen, siç tha ai, të kontrollit të partisë nga ndikimi i qeverisë dhe ruajtjen e pavarësisë së forcës opozitare. Këto deklarata i bëri gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët. Berisha akuzoi disa ish drejtues dhe figura brenda Partisë Demokratike, duke pretenduar se kanë pasur lidhje me interesa të mazhorancës dhe se kanë tentuar ta shndrojnë PD-n në një opozitë fasad. Nëse unë vendosa të lam me një dorëheqjen time pa revokim, e bëra në mënyrë absolute vetëm për një gjë dhe për asnjë motiv tjetër. Dhe kjo ishte sepse unë kuptova dhe faktova se ish kryetari i kësaj partie kontrollohej totalisht nga Edi Rama. Në një kohë kur Nergisa Gasin e kisha sulmuar me 100 herë si koordinator i karteleve të drogës. Shkoi në Durrës dhe mblodhi eksponent Partisë Demokratike që tradhtuan Partinë Demokratike dhe nuk punuan absolutisht asnjë ditë në fushat. Në Elbasan, salla një ambushi Suel Çela. Ktu je i përjashtuar, thash. Ky është vjekuqe. Krimi se mund kur do të parti. Në mënyrë të çuditshme, edhe ky përsërit fatin e Lul Bravës. Nuk munguan as akuzat ndaj kreut qeverisë Rama, i cili sipas Berishës ka marrë urdhër nga ish kryeministri Berinda Balluku për të shkarkuar Elisa Spiropalin si ministre të jashtme. Elisa Spiropalin e flaku Lubi Balluku nuk mund të mbronte vjedhjen flagrante e klamoroze të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut në takime ndërkombëtare. Dhe Edi Rama e largoi atë menjëherë me urdhër të Lubi Ballukut. Se çfarë do bëj, nuk kam ndonjë interes se çfarë do bëj Eliza apo çfarë ndodh brenda asaj partie. Berisha akuzoi qeverinë për mënyrën se si janë menaxhuar tenderat në fushën e teknologjisë së informacionit përmes akshit, duke cilësuar këtë institucion të lidhur me interesa familjare dhe abuzime financiare. Gropa e madhe e zezë familjare e tij është akshi. Akshi në të cilën Edi Rama, Linda Rama dhe Armand Frangu kanë patur minjerën e Floririt. Kanë plaçkitur shqiptarët në qindra milion euro. Kryedemokrati u ndal dhe te protesta e ardhshme kombëtare e 8 majit, duke kërkuar pjesëmarrjen e qytetarëve.